Mesazh. Do me thënë, po të thush mesazh, të gjithë e dinë mesazh. Po ke thonë mesazh, po ke thonë hoçike. Hoçike. Ke thënë West Side Family. Ajo është pasaporta ajo. Ec me stafin. Rego thingsat. Ta ka gjetë fiks këtë. Çfarë do të kishe thënë doktor Florit nëse do ishte gjallë? Gjiku ka pasnet më shumë me doktor Florin. Florit do t'i kisha thënë që ke ikë shumë shpejt plak edhe në më gosë. Vazhdojmë me blu. Me blu. Po blu. 3 emra që meritojnë famën që e ka. Po janë 3 emra që do t'i thush emra. West Side Family. West Side edhe Family, ja? West Side Family. Albina, pjesëtarja më e re e West Side Family. Duhet dhe i trefi. Nora i Strefi edhe Aleksandr Gjoga. Bën katër. Arron kur. Qa ka në i gjo me ne të treja, me doktorina, me... Jo që nga ka ndodhë me pasaportat atje në aeroportin në aeroport, po. Atë se arroj kur. Po. Ajo nuk arrohet, sepse është shumë histori, nuk është histori qesharake, se është pak dramatike, por në fund fare mbaroj me happy end. Me happy ending, po. Kështu që ajo është nga histori që unë sa arroj kur. Thujen qik publiku si me 2-3 fjalë. Me 2-3 fjalë është që ne ishim tek gate-i, po prisnim që të vinte të hypnim në avion dhe unë kisha një çantë madhe që kisha gjithë dokumentacionin tonë. Po. Pasaportën time, kuletën, Florit, të gjitha i kisha atje dhe i kisha lënë në karrigen ku prisnim gate. Ndërkohë ne po hanim, po ushqenim tek restoranti që ishte afër. Dhe pam ndërkohë policat që erdhën aty sikur u bën çik si rëmuj, se ato policat kishin ardhur për diçka, po ne nuk e dinim çka. Po këta më. Edhe ne në atë moment edhe po bënim çka ka me policat. Me policat, po këta më çfarë do. Dhe në momentin që ata policat ikin dhe ne do çonim sepse do vinte momenti për të ikur në gate, duhet dhe të pagonin. Po. Aty un pash që çanta ime ishte. Si ishte çanta. Dhe kur shkova të kërkoja çantën, ata njerëzit që ishten aty më thanë që ju e keni harruar çantën, po, e keni te rajoni policisë. Ta morë policën që po bëj shaka. Po, dhe te rajoni policisë pastaj doje 2 ditë me shku, se dola jashtë aeroportit. Po, për aeroportit. Shkova atje, mora edhe erdha prap. Ka qenë shumë histori shumë ajo. Ka pas shumë tension derisa e gjetëm, por në fund fare është që e gjetëm. E fundit. Vazhdojmë? Jeni, ja? Kjo është e fundit. Dhe ne në Tiranë themi shpirti majmunit, se du pse e themi. Bravo. Sa mi që të din që këto? Bravo. Me cilin bashkëpunim keni ngelur të zhgënjur. Ja, kjo e fundit. Një që s'mramu. Ej, zot. Me cilin bashkëpunim keni ngelur zhgënjur. Duhet të thënë që albumi i dytë nuk e pati shkëlqimin e duhur, por e pati shkëlqimin e duhur ato këngë falë ndërhyrjes Dr. Florit. Pra mund t'ishte bërë një punë më e mirë me albumin e dytë. Bashkëpunimi me disa nga me disa nga bashkëpunëtorët tanë. Por që ndërhyrja e Florit në proces e përmirësoi procesin, e shpëtoi atë gjën. Pra, po e kthej kështu me pozitivitet. Bravo. Ashtu siç mund të keni parë e dëgjuar, ata kanë hapur zemrën dhe kanë folur për gjërat që më parë ju shikues të dashur nuk i keni ditur. Ky moment nuk kalon pa duar trokitur dhe Stavi Nzumi ka dhuruar atyre diçka simbolike për t'i falendëruar për kohën. Tavi është shumë, domethënë kështu. Tavim tani. Një përdorës.
Neve para se ta hapim që mos tonë e pan dhuratën dhe u knaqen ose u zgënjyen. Ju jemi shumë mirënjohës dhe shumë falenderues që na keni përzgjedhur për intervistë. Urojmë që herës tjetër të vim neve në Kosovë dhe të kemi mundësinë të japim atje një intervistë. Na mungon Kosova, kemi shumë kohë që nuk e kemi pasur të njëjtin aktivitet si më parë. Urojmë që gjërat të ndryshojnë për mirë, edhe urojmë që të keni të gjithë shëndeta dhe të mira. Ta-ta, ta-da. Po. Shumë e bukur. Edhe neve kemi edhe Dr. Florin këtu si kujtim sepse thot Westside Family, edhe jemi shumë faleminderit për rënqethjet, Goosebumps, faleminderit shumë edhe Faleminderit shumë për respekt. edhe po mendoja thash do zoti nuk është diçka që do mundet zihet kush ta mori në shtëpi. Por ky është një super trofe dhe një super dhuratë. Faleminderit shumë. Një dhuratë që i takon Westside Family dhe ne jemi shumë krenar.